Besimtari përkundër që punon vepra të mira, kryen detyrat e tij, adhuron Zotin me përpikëri, farze dhe nafile, e shton bagazhin e veprave të mira. Ai duhet jetë i kujdesshëm që ta mos e ngarkoj veten e tij me padrejtësi, sepse mundet që ditën e gjykimit të ngelet duar thot, Allahu na lutë Rabbul Alamin. Tash ku kemi dalë para pas muajit, nga muaji i madh i Ramazanit, pas gjithë atyre veprave, ibadeteve që kanë bërë besimtarët, që kanë punu, Allahun e kanë adhuru ditën dhe natën. Namaz, agjerim, Kur'an, sadak, zeqat, ndihma, ibadet e ndryshme. Elhamdulillah, Allah i pranon të gjitha, duhet jemi të kujdesshëm që këto sevapë t'i ruajmë vëllezër besimtarë. Njëherë profeti alayhi salatu wasalam po i pyet shokët e tij, sahabët, atadruna man al-muflis. Kjo ligjërat është jashtëzakonisht e rëndësishme për të gjithë, pa përjashtim. Edhe besimtarët, edhe ata që janë të devotshëm, edhe ata që kanë ibadete shumë. Atadruna man al-muflis? Ju tha shokëve të tij, e dini vallë cili është i falimentuar? Pra, kush është ai person që ka pas dhe i ka humbë të gjitha? Ka pas shumë, por ka ngel pa asgjë. Thanë ja Rasulullah, sahabët e ndershëm po i përgjigjen me përgjigjet kësaj jete, me termat e kësaj jete, me prekupimet e tyre të kësaj jete. El muflisu fina ya Rasulullah, men la dirham lahu wala mata'. Tha, i falimentuar në mesin tonë është ai person që nuk i ka ngel dirham, asnjë dirham dhe kur gjao para vetes tij. I ka humbë të gjitha. Kurse profeti alayhi salatu wasalam po synon diçka tjetër, po aludon diçka tjetër, po tregon se cili është vërtet i falimentuar i madh dhe ai që s'mund ta kompenzoj mohumbjen e tij. El muflisu min ummati. Dëgjoni vëllezër të dashur besimtar. Dëgjoni vëllezër të dashur besimtar. Dëgjoni o ju namazili, o ju agjerues, o ju që keni kry haxhin, o ju që keni japni zakatin, o ju që lexoni Kur'an, o ju që bëni vepra të mira, dëgjoni sepse na tërheq vërejtën profeti alayhi salatu wasalam. El muflisu min ummati men ya'ti yawm al-qiyamati bis salatin wa zakatin wa sawmin. Tha, i falimentuar prej ummetit tim është ai që ditën e gjykimit vjen me namaz, me zeqat, me agjerim, një tjetër transmetim me shumë namaz, me shumë zeqat,
me shumë agjerim. Jeti vjen i ka kry këtu وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ من مال هذا. Mirë po ky person e ka fy filonin, e ka nënçmu tjetrin, i ka bo zullum tjetrit, e ka përgoju këto, e ka marrë përgoje këto, e ka linçu këto, e ka fy këto, i ka bo zullum dikujt, ja ka marrë pasurin dikujna. Fayu'khadha min hasanati. Andaj ky person sjellet ditën e gjykimit para drejtësisë absolute të Madhit Zot. Ai cili ka fy, ka nënçmu, ka përgoju, ka linçu, besimtarët me fjali ka rëndu, po edhe pasurinë u ka marrë dhe zullum një formë ose tjetër ju ka bo. Kërejto që i ka përmen profeti alayhi salatu wassalam ndërlidhen me padrejtësi që ju ka bo të tjerëve, ose me thonë dyshë ju ka hinë në hak të tjerëve. A i ka qeni mirë në xhami, a i ka agjeru, është falë, ka dhonë zeqat, po ju ka hinë hak njerëzve. Andaj thot profeti alayhi salatu wassalam, ky person sillet ditën e gjykimit para sunduesit suprem, që nuk ka mundësi askush me ju largu drejtësisë së tij. Dhe aplikohet drejtësia gjykimi Allahu ndaj tij. Andaj thot derisa i merret prej sevapëve të tij, prej të mirave të tij, sevapet e agjerimit të tij, sevapet e Ramazanit të tij, sevapet e namazit të tij, sevapet e haxhit të tij, sevapet e zeqatit të tij, i merren dhe ju kthehen personave që i ka hyrë në hak, nga se aty të dashur vëllezër besimtar, haku nuk ka mundësi mu pagu, s'ka tjetër mënyrë me e pagu haku ndaj dikujna, vetëm se duke ja marrë sevapet. Allahu na rujt ya Rabbel Alamin. Aja që ka kemi para vetë ditën e gjykimit janë sevapet, janë veprat e mira, mirë po këto pastaj rrezikohen nëse kemi bë zullum të jetë. Dhe jo vetëm kaq, thot profeti alayhi salatu wasalam, dhe vazhdon me i la gjunohet, vazhdon me i la kusuret, vazhdon me ja kthy hakun të tjerëve, derisa nëse nuk i mjaftojnë sevapet e tij për mua la hakun të tjerëve, Allahu na rujt ya Rabbel Alamin, atë thot ju merr gjunohet të tjerëve cili ju ka hin hak, dhe ky tash i bart pasojat. Andaj kujdes, nuk mjafton vetëm me agjeru, nuk mjafton vetëm mu fal, nuk mjafton vetëm haxhin me kry, nuk mjafton vetëm zeqatin me dhon, nuk mjafton vetëm Kur'an me lexu, nëse ruan në Zot njerëzve që hin hak. Thot profeti alayhi salatu wassalam, inna ar-rajul, ndëgjën vëllezër dashur këtë vërejtje, këtë hadith që ta rrëzqeth trupin, për të regu se kjo ditë nuk është e lehtë. Thot profeti alayhi salatu wassalam, inna ar-rajula la turfa'u lahu sahifatuhu hatta yara annahu najin. Thot robit i ngritet fletushka, i del fletushka veprave të tij ditën e gjykimit, yawmul qiyamah, dhe kur e shef fletushkën e veprave të tij, e mbushur me namaz, e mbushur me agjerim, e mbushur me ibadete, yara annahu najin, ai mendon se shpëtoi, alhamdulillah, shpëtova, sepse fletushkën shumë ibadete. Mirë po dashur vëllezër besimtar, thot profeti alayhi salatu wassalam,
fema tazalu madhalimu bani Adam tatba'uhu. Mirë po vazhdojnë ato me ndjek zullumi njerëzve që ua ka bon këtë jetë. Kur menon që shpëtoj, ilshohen pas zullumi që ua ka bon njerëzve, haku që ju ka hi njëherë njerëzve, domin që ua ka bon njerëzve, tatba'uhu, e njikun ato, hatta deri kur ja Rasulullah, hatta la tubqi lahu hasane, deri sa të mos i ngelet asnjë sevap. Allah na rujt ya Rabbul Alamin. Kujdes në shumë dëzër. Kujdes me gjuhën. Kujdes me gjuhën. Komente, gjykime, para gjykime, pa na pyet kërkush, pa nevojë. A peshet ky çka ka bo, ky është kështu, ky është kështu, ajo është ashtu, pa nevojë, pa i ditë njerëz, pa i ditë rrethonat, kush po të pyet, pse ngarkon vete me diçka që s'ka kërkuar, ky kush prej teje mendimin tënd. Rune gjuhën, rune gjymtyrët, mos e prekni haramin, mos i bëni dikujna zullum, nga se nëse je i fortë dhe i shpëton këtë botë, nuk ke mundësi me i shpëtu gjykatësit ditën e gjykimit. A nëse ke fitu me zullum, a nëse ke marrë me zullum, a nëse je pasuru me të padrejt, po mendon që ke fitu, jo vallah. Ka fitu tjetri, ka fitu ai që i është bë zullum. Thot profeti alayhi salatu wassalam, tregon për një thirrje të frikshme ditën e gjykimit që do ndodhë ashtu të besimtar. Thot yunadi Allahu subhanahu yawm al-qiyamah. Allahu thret ditën e gjykimit. Alla yadkhul al-jannata ahadun. Askush mos hyn në xhenet. Nëse dikush prej banorëve të xhehenamit po kërkon diçka prej tij. Askush mos futet në xhenet nëse i ka borxh dikujna, edhe nëse është ai prej banorëve të xhehenamit. Askush mos futet në xhenet derisa të mos i laj kusuret. Kështu po thot Allah subhanahu wa taala ditën e gjykimit. Dhe askush mos futet në xhehenem derisa dikush me banorët e xhenetit kërkon diçka prej tij. Ata dëshmor, ata fëmijë, ato gra në Palestinë që po vriten e po djegen, kush e merr zullumin e tyre, kush e merr hakun e tyre, nëse nuk ka ditë gjykimit, nuk ka drejtësi në këtë dynja. Këtë dynja ka vetëm forcë dhe ka vetëm interes. Por nëse i shpëtojnë drejtësisë dhe nëse ja ka humbë Allahu ftyrën, e wa ka marrë ftyrën, e wa ka marrë njerëzillëkun, e ja ka marrë shpirtin dhe zemrën, e po vrasin e po djegun fëmijët pa fajshëm, nuk do t'i shpëtojnë kësaj dite kur do dalin para Allahut, edhe nëse janë prej banorëve të xhehenamit, kanë munal dhe kanë me dhanë llogari, dhe hakun ndaj atyre personave kanë me edhan. Do të ketë drejtësi absolute dashur vëllezër besimtarë. Jo vetëm për besimtarët, por edhe për besimtarët. Andaj kujdes. Mos e rreziko namazin, mos e rreziko agjerimin, mos e rreziko haxhin,
Mos i rreziko se vapët tua nëse i ke bërë zullum dikujna. Nuk mundesh me shpëtu, sepse do të ketë drejtësi absolute ditën e gjykimit, për ata edhe është quajt dita e gjykimit, dita e drejtësisë, dita kur Allahu i ka gjërat në dorë. Thot profeti alayhi salatu wassalam, për të regu që do të jetë drejtësi absolute, thot për ditën e gjykimit, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha. Keni me i kthy, thot, hakun atyne që ju keni hinë në hak. Kam ju kthy haku atyne që është bë zullum. Çfarë do zullumit qoftë? Qoftë ndarjet pasurisë, e që nuk është i vogël, qoftë në përpuna, qoftë në pranim në shkolla, qoftë në pranim në puna, qoftë zullum që i bëhet bashkëshortës, ose fëmijëve, ose prindit, e kështu me radhë. Keni me i kthy, thot profeti alayhi salatu wassalam, hakun la tu'addunna al-huquqa ila ahliha. Keni me i kthy hakun atyre që ja keni marrë. Deri kur? Deri sa, thot profeti alayhi salatu wassalam, edhe ajo delja pabrina, ko me lyp hakun dhe Allahu ko mi adhan hakun e asaj deles ose dashit me brina që e ka vra dhe e ka godit. Hajvanat, kafsh, pra dhe kafsha prej kafshës ko me marrë hakun e vetë, e lema njeri prej njeriut, e lema muslimanit e dashur nëse besimtar, e lema nëse është musliman dhe është i dopt, si që janë gratë e femrat, cilat s'ka mundësi shumë të raste me marrë hakun e tyre, dhe ju bëhet zullum pasuri, e ju bëhet zullum në hakun që ja kalon prindi, por nuk ju humbë, dhe do t'ju kthehen ditën kur më shumë t'i kanë me pas nevojë për të. Ande dashur vëllezër besimtar, porosia e fundit është po ashtu prej hadithit të profetit alayhi salatu wassalam, i cili ka porosit shokët e tij, neve dhe gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit, duke thënë sallallahu alaihi wasallam, men kana indehu madhlamah, ai i cili ka ndonjë padrejtësi, pra ai i cili ka bërë zullum dikujna, qoftë me fjalë, ose me vepra, me gjuhë, me dorë, me kom, ose me çka do që i ka bërë zullum diçka. Kështu po thot profeti alayhi salatu wassalam, a që i ka bërë zullum dikujna, thot feljetë halal minha, let kërkon halallëk, let lirohet prej saj, let ja kthen atë zullum, let ja kthen hakun e tij ose të saj, para se me ardh dita kur nuk kije pasuri, as nuk kije mundësi me e kthy atë hak, vetëm se me sevape, vetëm se me ibadete, vetëm se me agjerimin tën, vetëm se me namazin tën, vetëm se me zeqatin tën, vetëm se me sejdët tua nëse ki, e nëse nuk ki këto atëherë, kimja marrë të ligat, gjunahet, mëkatet, ati që i kejin hak dhe kemi i pagu për të. Allahu në rujt, ja Rabbel Alamin, nga padrejtësit, nga to që i dim dhe nuk i dim, nga to që kemi në shtëpi dhe jashtë shtëpis, Allahu në baftë të drejt, ja Rabbel Alamin, ashtu që shdanë Allahu dhe i dërguar i ti, aquli qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.